Po si kur bekimet më të mëdha të jetës tënde të jenë tashmë brenda shtëpisë tënde, por ti nuk I ke vënë re ende? Sot do të zbulojmë 10 bekime të shehura që Zoti po I dërgon në shtëpinë tënde pikërisht tani. Qëndro deri në fund, sepse njëra prej tyre mund të ndryshojë gjithçka. Ndonjëherë, bekimi më I madh nuk është diçka që mund ta shohësh, por diçka që mund ta ndjesh. A ke hyrë ndonjëherë në shtëpinë tënde dhe ke ndjerë një qetësi të thellë, edhe kur bota jashtë është në kaos? Kjo nuk është rastësi, është një bekim I fshehur, një prani hyjnore që mbush hapësirën tënde me paqe. Kjo paqe është një shenjë se Zoti po kujdeset për ty dhe familjen tënde, edhe kur nuk e kupton. Kjo energji e butë largon negativitetin dhe mbron shpirtin tënd. Shpesh, njerëzit kërkojnë mrekulli të mëdha, por harrojnë se bekimet më të fuqishme vinë në heshtje. Kur ndjen këtë qetësi, është sikur një dorë e padukshme po të përqafon dhe po të thotë ti je I sigurt. Kjo është një nga shenjat më të forta se bekimet hyjnore janë tashmë në shtëpinë tënde. Ka momente në jetë kur rreziku kalon pranë teje, por nuk të prek. Ndoshta ke shmangur një situatë të keqe pa e kuptuar, ose diçka që mund të kishte shkuar gabim, thjesht nuk ndodhi. Kjo nuk është fat, kjo është mbrojtje hyjnore. Brenda shtëpisë tënde ekziston një mburoje padukshme që të mbron ty dhe ata që do. Është një bekim që nuk shihet, por ndihet në mënyra të ndryshme. Një ndjenjë sigurie, një paralajmërim I brendshëm që të ndalon në momentin e duhur, apo një ndryshim I papritur që të largon nga rreziku. Zoti shpesh vepron në heshtje, duke larguar të keqen para se ajo të arrijë tek ti. Dhe shumë herë ne nuk e kuptojmë sa shumë jemi mbrojtur. Por nëse shikon më thellë, do të kuptosh se çdo ditë që kalon pa rrezik është një bekim I madh. Kjo është një nga shenjat më të fuqishme se Zoti po kujdeset për shtëpinë tënde pikërisht tani. Ndonjëherë, bekimet nuk vinë si pasuri e madhe apo mrekulli të dukshme, por si mjaftueshmëri në çdo ditë. A ke vënë re se pavarësisht vështirësive, gjithmonë ke pasur atë që të nevojitet? Ushqimi në tryezë, një çati mbi kokë dhe një mënyrë për të vazhduar përpara. Ky është bekimi I bollokut të heshtur. Është mënyra e Zotit për të treguar se Ai po kujdeset për ty, edhe kur nuk e sheh drejt për drejt. Edhe kur duket se gjërat janë të pasigurta, gjithmonë hapet një rrugë, një mundësi apo një zgjidhje që të mban në këmbë. Ky bollok nuk është gjithmonë material. Mund të jetë një ide që të vjen në momentin e duhur, një ndihmë e papritur nga dikush, apo një derë që hapet kur mendon se gjithçka është mbyllur. Kur fillon ta vëresh këtë, kupton se nuk je duke ecur vetëm. Është një dorë hyjnore që po të furnizon vazhdimisht, duke të dhënë pikërisht atë që të nevojitet në kohën e duhur. Ka momente kur nuk e di cilën rrugë të zgjedhësh. Mendja mbushet me dyshime dhe zemra kërkon përgjigje. Por pikërisht në ato qaste, ndodh diçka e pazakontë. Një ndjenje qartë brenda teje të tregon drejtimin. Ky është bekimi I udhëheqjes hyjnore. Është ai zëri I qetë, por I sigurt, që të shtyn të bësh zgjedhjen e duhur, edhe kur nuk ka logjik të dukshme. Ndoshta ke ndryshuar një vendim në momentin e fundit, dhe më vonë ke kuptuar se ishte zgjedhja e duhur. Kjo nuk ishte rastësi. Brenda shtëpisë tënde dhe jetës tënde, Zoti po të drejton hap pas hapi. Ai përdor ndjenja, situata dhe madje edhe njerëz për të treguar rrugën. Çdo konfuzion që ke ndjer ka qenë një mundësi për të dëgjuar më thellë këtë udhëheqje. Kur fillon ti besosh këtij zëri, gjithçka ndryshon. Rruga bëhet më e qartë dhe ti fillon të ecësh me siguri, duke e ditur se nuk je duke vendosur vetëm, por je duke udhëhequr. Ndonjëherë, bekimi më I madh nuk është ajo që ke, por njerëzit që janë pranë teje. Dashuria që ndan me familjen, një buzëqeshje e sinqertë, apo një përqafim në momentin e duhur, këto janë shenja të një bekimi të thellë hyjnor. Brenda shtëpisë tënde, kjo dashuri është një dhuratë që shpesh kalon pa u vënë re. Edhe kur ka mosmarrveshje apo vështirësi, ekziston një lidhje që nuk thyet. Është një forcë e padukshme që mban njerëzit bashk, një energji që shëron dhe rikthen paqen. Zoti shpesh e shpreh praninë e Tij përmes dashurisë së heshtur. Nuk është gjithmonë e zurmshme apo e dukshme, por është aty, në gjërat e vogla,
në kujdesin e përditshëm dhe në momentet kur dikush qëndron pranë teje pa kërkuar asgjë në këmbim. Kur fillon ta kuptosh këtë, e shef se shtëpia jote nuk është thjesht një vend fizik. Është një hapësirë e mbushur me bekime, ku dashuria është prova më e fortë se Zoti është duke vepruar në jetën tënde. Shpesh harrojmë se një nga bekimet më të mëdha që kemi është vetë jeta dhe forca për të vazhduar. Çdo mëngjes që zgjohesh, çdo frymëmarrje që merr, çdo hap që hedh, janë dhurata që shumë njerëz i marrin si të mirëqena. Brenda shtëpisë tënde, ky bekim është gjithmonë i pranishëm. Edhe kur ndihesh i lodhur apo i dobët, ekziston një forcë e brendshme që të shtyn të vazhdash. Është një energji që nuk vjen vetëm nga trupi, por nga një burim më i thellë shpirtëror. Zoti të jep këtë forcë në momentet kur mendon se nuk mundesh më. Ai të ringre kur bie dhe të jep kurajo kur përballesh me vështirësi. Edhe shërimi, qoftë fizik apo emocional, është një shenjë e këtij bekimi të fuqishëm. Kur fillon ta vlerosësh këtë, kupton se shëndeti dhe forca nuk janë thjesht rastësi. Janë prova të dashurisë dhe kujdesit hyjnor që të rrethon çdo ditë, duke të dhënë mundësinë të vazhdosh rrugën tënde me besim. Ndonjëherë një derë mbyllet, vetëm që një tjetër të hapet në heshtje. Ke përjetuar ndonjëherë një zhgënjim që më vonë u shndrua në diçka më të mirë? Kjo është një nga mënyrat më të fuqishme se si Zoti vepron në jetën tënde. Brenda shtëpisë tënde dhe rreth teje, mundësitë po formohen, edhe kur nuk i sheh. Një ide e re, një rast i papritur, apo një ndryshim që në fillim duket i vështirë, të gjitha këto janë pjesë e një plani më të madh. Zoti shkesh mbyll rrugë që nuk janë për ty, për të hapur ato që janë të destinuara për jetën tënde. Dhe edhe pse në momentin e parë mund të duket si humbje, në të vërtetë është drejtim hyjnor. Kur fillon ta shohësh jetën në këtë mënyrë, çdo ndryshim bëhet një mundësi. Frika zëvendësohet me besim, dhe çdo hap i ri bëhet një hap drejt qëllimit tënd të vërtetë. Kjo është shenja se bekimet e Zotit nuk kanë dalur, ato po përgatitin diçka më të madhe për ty. Në një moment të caktuar, diçka ndryshon brenda teje. Nuk është diçka që vjen nga jashtë, por një ndriçim i brendshëm që të bën të kuptosh gjëra që më parë nuk i shihje. Mendimet bëhen më të qarta, zemra më e qetë dhe shpirti më i fortë. Ky është bekimi i ndriçimit të brendshëm. Është mënyra se si Zoti të hap syt për të parë të vërtetën, për të kuptuar rrugën tënde dhe për të dalluar atë që është e drejtë nga ajo që nuk është. Nuk ke më nevojë për konfirmime të jashtme, sepse e ndjen thellë brenda vetes. Brenda shtëpisë tënde dhe jetës tënde, ky ndriçim të ndihmon të marrësh vendime më të mençura dhe të jetosh me më shumë paqe. Është një dritë që nuk shuhet, edhe në momentet më të herta. Kur e përjeton këtë, kupton se nuk je më i njëjti. Je rritur, je forcuar dhe je më afër qëllimit tënd se kurrë më parë. Kjo është një nga bekimet më të fuqishme që Zoti mund të japë. Edhe në momentet më të vështira, kur gjithçka duket e errët, ekziston një dritë e vogël brenda teje që nuk shuhet kurrë. Është ajo ndjenjë që të thotë të mos dorëzohesh, edhe kur nuk sheh rrugdalje. Kjo është shpresa, një nga bekimet më të mëdha që Zoti vendos në zemrën tënde. Brenda shtëpisë tënde, kjo shpresë është si një dritë e heshtur që vazhdon të ndriçojë edhe në ditët më të vështira. Ajo të jep forcë për të vazhduar, për të besuar se diçka më e mirë po vjen, edhe kur nuk e sheh ende. Zoti nuk të lë kurrë pa këtë dritë. Edhe kur gjithçka tjetër duket se bie, shpresa mbetet. Është një shenjë e qartë se ai ende po punon në jetën tënde, duke përgatitur diçka më të madhe se ajo që mund të imagjinosh. Kur e kupton këtë, fillon të shohësh çdo sfidë ndryshe, jo si fundin, por si një fillim të ri që po afrohet. Dhe kjo është prova se bekimet e Zotit nuk kanë dalur kurrë. Pas gjithë këtyre shenjave, një e vërtet bëhet e qartë. Zoti nuk është larg, ai është tashmë brenda shtëpisë tënde. Çdo paqe që ke ndjer, çdo mbrojtje e padukshme, çdo mundësi dhe çdo dritë shprese, janë prova e pranisë së tij. Ky është bekimi më i madh nga të gjithë. Nuk është diçka që vjen dhe ikën, por një prani e vazhdueshme që të shoqëron çdo ditë. Edhe kur nuk e sheh, ai është aty, duke të udhëhequr, duke të mbrojtur dhe duke të bekuar në mënyra që ndonjëherë nuk i kupton menjëherë. Tani është momenti të hapësh zemrën dhe ta pranosh këtë të vërtetë. Shiko përreth teje. Shtëpia jote është e mbushur me bekime.
Dhe nëse ke arritur deri këtu, ndoshta kjo nuk është rastësi. Nëse e ndjeve këtë mesazh, shkruaj amen në komente. Abonohu dhe qëndro me ne për më shumë mesazhe që mund të ndryshojnë jetën tënde.